أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me këto mexhlise dhe kuvende në lidhje me hadithet të grumbulluara në këtë libër nga njëri prej imamëve dhe kolozëve të Islamit, Imam Neveviu rahimahullahu taala, i cili në këtë libër, të cilin e ka quajtur Kopshti i burrave të devotshëm, ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat i ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Lusim Allahun e madhëshëm që t'i vazhdon këto mexhlise dhe këto kuvende të diturisë në vendet tona dhe t'i mbush zemrat dhe mendjet tona me dituri të dobishme, e jetën tonë me vepra të mira, e fundin tonë me fund të mirë inshallah taala, që të kalojmë për kësaj bote duke qenë Allahu i madhrishëm i kënaqur me ne dhe duke qenë të kënaqur edhe na me Allahun subhanahu wa taala. Jemi në hadithin e 4 dhe të fundit në këtë kapitull, hadithi 662 me radhë që nga fillimi i librit, ku Imam Neveviu rahimahullahu taala thot: "Wa an Iyad ibn Himar radiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Ahlul jannati thalathatun, dhu sultanin muqsitin muwaffaq, wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi kurba wa muslimin, wa afifun mutaaffifun dhu iyal." Rawahu Muslim. Iyad ibn Himari radiyallahu anhu thot: kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: banorët e xhennetit janë 3 lloje të njerëzve. I pari, pushtetari i drejtë dhe i suksesshëm. I dyti, njeriu i mëshirshëm, zemërbut ndaj çdo familjari dhe muslimani. Dhe i treti, njeriu i ndershëm në fitimin e pasurisë, i ndershëm në mos zgjatjen e dorës së tij për të lyp, edhe pse ka grua, edhe pse ka fëmijë. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Na kemi fol gjatë për këtë hadith, për mësimet dhe porositë që dalin nga ky hadith. Jemi mundu me e përpunu, me e elaboru në forma të ndryshme derisa të bëhet e qartë porosia dhe mesazhet që dalin nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Erdhëm tek pjesa e fundit e ndershmërisë, që besimtari edhe gjatë punës së vet duhet me qenë i ndershëm, po edhe gjatë jetës së tij duhet me qenë i ndershëm. Çfarë kuptimi? Kur të punon të jep hakun punës, të mos i bën hile punës. Po nëse Zoti e sprovon me varfëni, mos me zgjat dorën për pak e për shumë. Trende që fatkeqësisht bëhen të përhapuna kur humb kjo vlerë, kur humb ky nder, edhe kur njerëzit materializohen në mënyrë të skajshme. Më herët ka qenë e njohur që njerëzit kanë marrë borx për darsëm, kanë marrë borx për ndërtimin e shtëpisë apo blerjen e shtëpisë, për gjërat bazike jetësore madhore, edhe me dro. Unë po e marr borxhin, po droja ka qenë e madhe, a thu vallë kam arrit me kthyja atë borx. Edhe andaj një pjesë e madhe e prindërve tanë, Allah i mëshiroft ata që kanë vdek, u jep shnet e bereqet atyre që janë gjallë. Në këto situata, kur kanë pas nevojë me ble shtëpi e me zgjanu vatanin, kanë hezitu shumë me marrë këtë vendim. Pse? Se duhet me marrë borx. Po mirë dhe shaka të keqe. Let është me marrë borxhin, rand është me kthy borxhin. E kanë mësu pjo gjallarve për para
se te Allahu shkon me çdo gjë përveç se me borxh. Se mangësitë e tuja karshi Zotit i fal Allah. Ama obligimet karshi njerëzve, ato obligime njerëzit duhet me t'i fal. Dhe për këtë arsye, familjarët e tonë kanë jetuar në kushte të vështira, në shtëpi të vogla, në shtëpi të ngushta, ama nga ndershmëria. E solla këtë shembull për me ja tregu praktikisht kush ka qenë i ndershëm në atë kohë. Edhe për ta vënë krahasim mes asaj edhe sot, njerëzit sot për çka marrin borxh? Për pushim. Për saltanat. E ka një telefon të vjetër, du me bëhet ta marrë një borxh. Pse merr ti borxh? Me ndru telefonin. S'ki pare, mëse ndru telefonin. Së është patjetër. Kerin do me ndru. E ka një kerë do me bëhet më të mirë merr borxh. Mos merr borxh. Ruje ndershmërinë tonë. Ruje vetveten. Mos ja jep të drejtën vetes për gjëra minimale të parëndësishme ti me ngushtu veten. Me shti me lyp. E kjo është qëllimi i këtij hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në pjesën e fundit e përmendëm hadithin tjetër që e ndihmon këtë kuptim të jetës edhe të fesë, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah." A është lehtë me qenë i ndershëm? Nuk është lehtë. Është vështirë. Ama çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ai që kërkon dhe insiston me qenë i ndershëm, atë Allahu e bën të ndershëm. Do thot, nëse ti e lyp ndershmërinë, Allahu ta jep. Nëse ti e stërvit vetveten ndershmëri, Allahu të bën të ndershëm. Do thot, nuk është proces i cili arrihet me një herë, me dy. Është proces i cili arrihet me insistim. Vazhdimisht ku të kish situata të tilla, e këshillon veten, e korrigjon veten, i flet vetvetes, edhe e edukon vetveten. Dhe e dyta, wa man yastaghni yughnihi Allah. Dhe ai që tregohet i panevojshëm ndaj krijesave, mjaftohet me atë që ka dhënë Allahu, Allahu e pasuron atë. I jep pasuri edhe më tepër derisa ja përmbush nevojat robit të vet. E Imam Abdurrahman es-Saadiu rahimahullahu taala çka thot? Thot kush mjaftohet me atë që e furnizon Allahu dhu xhelal, me atë që ja ka dhënë Allahu dhu xhelal, me atë që ja ka dhënë Allahu dhu xhelal, dhe nuk kërkon për askujt tjetër për njerëzve asgjë, po këtë të mira, këto vlera, këto dobi i kërkon vetëm nga Allahu subhanahu wa taala, e tregohet i ndershëm ndaj lypjes për njerëzve dhe nuk e lidh zemrën e tij me askën tjetër përveç me Allahun, edhe si frikë, edhe si shpresë, edhe si lakmi, edhe si dëshirë, atër ky njeri e ka arrit gradën më të lartë te Allahu subhanahu wa taala. Do thot, kjo është esenca e muhabetit, që në të gjitha situatat tona, i pari që duhet na shkon mendje, duhet me qenë Allahu. Dhe kërkesat tona, të pari që duhet t'ja drejtojmë është Allahu. Dhe kjo nuk do me thonë që ti mos me lip në një situatë të jashtëzakonshme, por mos bëhesh shprehje jotja. Edhe mos bëhesh që për pak e për shumë me lip. E sidomos ku ti e din se nuk ki kapacitet atë borxh që e merr me kthy. Sepse puna e biznesit për shembull sot, një pjesë e madhe e biznesit është me borxhe. Merr mall e pagun më vonë, do thotë, mirë po, ajo është mohabet tjetër. Sepse ti puna është e tillë, sot e merr mallin, nesër e bën pagesën, nesër e merr mallin, mas nesër e bën pagesën, ti janë borxhe pune. Edhe sistem po edhe këtu duhet me qenë muslimani i matur, me ditë se e ka kaçekun, me ditë se e ka të gjatë cergën, mos me shtri kont më tepër se e ka, pse nesër mos turpnohet, mos domethënë ngele keq me të tjerët e të mos arrijë me la borxhin e vet. Sepse ju e dini, shumë kompani kanë falimentuar për shkak të mos kujdesit ndaj këtij rregulli. Merr mall me borxh, merr mall me borxh, para që i merr nga shitja e mallit i harxhon, nuk e kthen borxhin,
borxha ti, ata që u ke borxh nuk t'japin mall, edhe ti falimenton, po ngelesh me borxh. E pastaj dush me ikë pi shtëpie, dush me ikë pi mahalle, dush me ikë pi qytetit, pse se t'lipin borxhlit. E muslimani i vërtet nuk ja lejon vetes këtë nënçmim. Nuk lejon vetes këtë poshtrim. Por kur të ka borxhe, puna e parë që e bën i lan borxhet. Mase ne i bën qefe tjera, saltanate tjera. Thot Imam Maverdiu, thot shpirti i ndershëm e ruan vetveten dhe e mbron atë. E ruan nga këto situata dhe e mbron me qenë në nivelet larta të pastërtisë shpirtërore. Nuk ja lejon vetvetes me ra me hyn në këneta, në moçale, në lloç. Kur ecim na, i kemi teshat e reja, edhe ka dykon llom, ka lloç, ti kujdesesh mos me i përly rrobat e tuja. Edhe kjo është elegancë. Mirë po sa kujdesemi na për rrobat e tona të reja që i kemi vesh të lame e të kurosta, aq më tepër na do të më kujdes për shpirtin ton. Që mos me leju edhe shpirti jon me u ras në për lloçe, në për moçal, në për këneta. E më u përly. E tash përlyet jo vetëm me gjunahet e mëdha dhe të vogla, po përlyet edhe me veprime që besimtarit nuk i përkasin ato. Vlera morale, pjesë të edukatës, tërbijes, që fatkeqësisht në kohën e fundit pak i jepet rëndësi. Megjithëse tërbia dhe edukata është amballazha, është gjëja e parë që shihet nga njeriu. Edhe amballazh e ruan produktin nga mrena. Edukata e mirë islame e ruan imanin në zemrën e besimtarit dhe e ruan adhurimin e besimtarit dhe e ruan pozitën e lartë të besimtarit. Andaj Imam Maverdiu thot, shpirti i ndershëm e ruan vetveten dhe kujdeset dhe e mbron atë dhe shive çka thotë. Wa tahtamilu min ad-darri ma ihtamalat wa min ash-shiddati ma ataqat. E kur ballafaqohet me vështirësi apo me dame, urin ball, i bën sabër, i duron ata. Edhe damet edhe vështirësit. Pse? Se shpirti i tij është i madh, është i lartë, është i përgatitur, din mu ballafaqu me këto situata. Pastaj thot, vazhdon kjo gjendje e tij, e durimit, e qëndresës, e mbrojtjes së vetvetes së tij, derisa ti ngritet pozita dhe më lart te Allahu subhanahu wa taala dhe nuk lejon kurrnjëherë me ratë poshtë, edhe me u njollos me kërkesat liga, kërkesat vogla të ulta, ose me bo veprime të cilat do të e poshtrojnë dhe nëshmojnë atë. Kjo është ajo që fatkeqësisht shpeshherë u mungon njerëzve me ndu. Këtë vepër që ti e bën, atë që të keq në shoqëri, atë poshtron para njerëzve, atë nënçmon, mendoje këtë punë, është me rëndësi me mendu, sepse kjo ta mbon ti nivelin e lartë. Andaj, ulemat përpara kanë thonë, kafsh si kafsh, shpeshherë e ruajnë veten mos më ra në nivelet ulta. Për shembull, Imam Shafiu rahimahullahu taala e ka një poezi te divani i tij, thot aty ku qent jargaviten, luani s'pi ujë. Para mendo, luani kafsh, e ruan veten e tij dhe nuk e lejon mu nënshmu me pi ujë ku pi qeni. Mirë po sa e sa njerës hanë e pinë ati ku hanë e pinë qëndë. Ose hanë e pinë ati ku është haram. Andaj, kjo është punë e ndershmërisë edhe edukatës islame për të cilin jemi duke folë. Andaj, i ka thonë njërit për ulemave, për para njerëzit të devotshëm dhe asket, i ka thonë hallegji, nevojtar. Pse s'lip i kojshis, të më thonë, a i ta din hallin se e ki kojshi. Edhe ti a din hallin ati edhe a i ta din hallin ty. Pse s'lip i kojshis?
Shëre çfarë përgjigje ka thonë. Ka wallahi ma as'alu dunya men yamlikuha fa kayfa bimen la yamlikuha. Unë dunjon se lipi për ati që e ka në dorë. E si ta lipi për ati që se ka në dorë. Për Allahut nuk e lipi dunjon. Që aje ka në dorë. E ta lipi për njeriut. E kuptoni çfarë pozite e lartë është edukata islame. Pse s'lipi kojshis? Çka kemi nevojë? Plot kemi nevojë na. Një llopat, domethënë një krip, një spec, një jetë keq, edhe lipi kojshis shpesh edhe gjëra. E tash ky fukarallëk, jo gjëra të rëndomta. Thot unë se lipi dunjon për ati që e ka, e si ta lipi për ati që se ka. Krenari, edukat që subhanallah na e kina pa te brezi për aneshtun këtë vendin tonë Shkup. A se gjenë sot, se njerëzit janë mërë lakmiqarë. Edhe për pak që e themi në Shkup koritën. Për pak e nënçmojnë edhe po shtrojnë vetë vete. U mungon kjo krenari e vetë vetës, që kur ka nevoj për gjëra të vogla, mës me e banalizu situatën edhe me shku për çdo gjë me lip. Andaj, shifë në çfarë përgjigje. Se lipi dunjon për ati që e ka, e pse ta lipi për ati që se ka. Andaj ulemat kanë thonë, ai që lip pa nevoj, pa zamet madh, pa zor të madh, atëherë ai njeri e ul vetë vetën në nivelet ulta, zbret për pozitës së lartë, që në shngrit, në pozita të ulta dhe normalisht kjo nuk i takon një besimtarit. Kjo ishte dësharimi për çështjen e ndershmërisë, e cila është shkak me çun xhenet. Se tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ahlul jannati thalath, banorët e xhenetit janë 3 lloje, njëri prej këtyre 3 llojeve që nga ky lloj. Lloji i njeriu të ndershëm, i cili jetën e vet në çdo aspekt e lidh vetëm me Allahun. Edhe këtë që ka nevojë i lidh vetëm pe Allahut. Edhe nuk lejon me nënshmu vetvete as me poshtërsu atë. Por e mban lart pozitën e tij. Gjithashtu prej mësimeve dhe porosive është se prej metodave të komunikimit, të artikulimit të thirrjes islame, të përcjelljes së porosive të Zotit tek njerëzit, është edhe metoda e nxitjes, e inkurajimit, e tergibit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith e ka përdorur këtë metodologji. Ka thonë banorët e xhenetit janë 3 lloje. Pse ka nisë me banorët e xhenetit? E sqarom në fillim të derseve për me i nxit muslimant me i pas këto cilësi. Na jemi duke folur te kapitulli i pushtetarit të drejtë. Edhe pjesa e parë e hadithit ka të bënë me këtë kapitull. Mirë po, hadithi tregon se pushtetari i drejtë është banori i xhenetit, po gjithashtu edhe njeriu i mëshirshëm edhe kujdesshëm ndaj familjes edhe muslimanëve është banori i xhenetit, po edhe njeriu i ndershëm. Subhanallah, nëse i merr 3 kategoritë që janë përmend këtë hadith, të 3 kategoritë kanë bëjnë me një sen që quhet zhvillim shoqëror. Se çka duhet me thonë me këtë fjalë? Islami o vllazni nuk është për ta jetu individualisht, se s'mundesh. Islami është fe e cila duhet jetohet shoqërisht. E para në familjen tonë, pastaj në lagjen tonë, pastaj në vendin ku jeton ti. Se pushtetari i drejtë ka të bënë me qeverisjen e një shoqërie. Muslimani i mëshirshëm ndaj familjes dhe muslimanëve kujdeset për gjendjen e tyre. Është në aktivitet vazhdueshëm për t'ia përcjellë situatën dhe gjendjen e tyre. Po në anën tjetër, nëse ka dikush që ja ka gale tjetër kujt, ki tjetër që ka halle nuk e ke shpërdor situatën, ka kush më ndihmon mua në punoj. Siç ndodh sot fatkeqësisht. Elhamdulillah Allahut të madhërisëm, këtu në qytetin ton ka shumë shoqata humanitare që ndihmojnë nevojtarët. Allah i shpërblet të gjithë ata
që janë të angazhuar në këto projekte, prej atij që jep deri te ai që e ndon. Mirë po, këto projekte humanitare që janë të shpërndarën në shumë shoqata këtu në Shkup, që e mbulojnë një pjesë të madhe të nevojave të shoqërisë tonë, nuk duhet me qenë shkak që ato familje që marrin ndihmë me keq përdor situatën, edhe me vazhdu me jetu me ndihmë, edhe pse kanë mundësi me dalë me punu, nuk punojnë. Kjo s'ban. Se kjo është kundërshtim me këtë që po e themi na. Që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kategoria e dytë që ka ai musliman me zemër të butë edhe i msheshëm të çdo familjarit dhe muslimani. Ama kategoria e tretë që ka ai njeri që është i ndershëm, nuk e zgat dorën. Edhe pse ka nevojë. Do ti ki nevojë, po ti nuk duhesh me dalë në televizor me kajt. Mbroje dinjitetin tanë, mbroje nderin tanë. Nuk ki nevojë me keq përdor situatën emocionale, edhe ti me e vazhdu apatin tone, letargjin tone, pa aftësin tone me e siguru kafshatën e gojës vetvetes. Në historinë e njerëzimit o vllazë, edhe të kaluam edhe sot, ti me zgat dorë, çfarë do të thonë? Do të thonë je i paaft me siguru kafshatën tone. E kush është i paaft me siguru kafshatën e vet? Ai që është invalid, ai që ka nevoja të veçanta. Ama ti je sak salem që themi na këtu në Shkup, i shëndosh psikofizikisht, i fuqishëm, i ki do vjet, ti nuk duhesh me leju vetes dikush me ta vënë një paket humanitare të shtëpia edhe ti më gëzu se merr paketa. Jo, ti duhesh me dalë me punu. Ti duhesh me dalë me ofru mundësinë tonë të punës. Edhe me fitu kafshatën toje, me dorën tonë, me punën tonë. Kjo është krenari. Edhe kështu na do të me eduku vetveten edhe fëmijët e tonë. Që ata vetë me punën e vet ta fitojnë rrezikun e vet. Edhe mos lejojnë asnjëherë nga krenaria që ta zgjasin dorën me lip. Se bëhet kultura o vllazi. Bëhet edukate e keqe. Kur të mësohet njeri me të lipme, e hub marrën. Pastaj vazhdon me lip për çdo send. Edhe kundët është e kundët, kur e bën tërbije vetveten me krenari, me dinjitet, me ndershmëri, ai vdes unt e nuk e zgjat dorën. Megjithëse nuk vdes unt askush. Se kur ti je i ndershëm e me dinjitet e krenar, Allahu e çon dikën që e njeh gjendjen tonë, dhe hallin tonë, edhe ai të ndihmon pa e vërejt askush. Siç e përmendëm në mësimin e kaluam për shkrimin që Allahu dhul xhelal ja bëri sahabeve. Yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf. Ignoranti i llogarit janë të pasur nga dëshmëria e madhe e tyre që kanë pasur. Ama Allahu do të çon dikën që e din hallin tan, e din gjendjen tonë, edhe ai të rinë gati ty. Edhe ai nuk lejon, e kjo është ajo kujdesi i vllaut për vllaun e vet, nuk lejon kur një herë që ti ta ulish nivelin tan e të zbresësh në nivel të lypjes. E këtu po du me thonë një këshill për xhamatin. Nuk ka të bën me mu, po si këshill përgjithësi. Nuk ka nënçmim për një xhamat më të madh se sa me leju që hoxha i tij mu bo lips. Majnë e men edhe shkujnë, nuk ka nënçmim për një xhamat më të madh se me leju ai xhamat që hoxha i tij mu bo lips. Që mos me pas mundësi me siguru të ardhunat mjaftueshme atij, e ai me fillu me lipi njerëzve se si mjafton paga e tij. Se se ke vlerësu punën e tij. As se ke vlerësu domethënë shërbimin që bën Islami te njeri. Edhe nëse është e vërtet, a është e vërtet se pagat më të mëdha me pas arsimtarët, gjithashtu shumë është e vërtet se pagat më të mëdha me pas hoxhallarët. Kjo është i rregull. Kush sa e zbaton puna e tij është, po si rregull. Edhe nuk ban me lejuti me nënshmu hoxhën, do thot me 50 dinar, 100 dinar, 500 dinar, 1000 dinar, me tentuti milionat i kije, edhe me mendu se me 50 dinar, 100 dinar ti kime po shpi hoxhë. Edhe se do me investu dikon që investimi jotë kthehet shumë fish, sa të ketë
jetë këtë botë është investimin në dituri. E dituria është edhe e fesë, edhe e dunjos. Edhe kush do që shërben këtë mejdan, çka do që investon të ty, në atë njeri ti je bo aksioner në punë të mira që i bën ai njeri. Edhe gabimin më të madh që e bëjmë na, ja matim rrogën hoxhës me punëtor të thjesht, edhe masane do thotë kërkojmë prej tij angazhim edhe aktivitete, e kur çalon hoxha punë të veta, mos e themi valla s'po vjen hoxha po mungon. Ti paguaj hoxhën me rrogën më të madhe të mundshme në qytetin tanë, vendin tanë, edhe normalisht pastaj kërko obligime dhe detyra prej tij. Ama kënena me gjithë si ja bën rrogën fund muajit, edhe ajo është rrogë minimale, formale, e kënena kërkon ti obligime dhe angazhime prej tij. Normalisht edhe ai obligimet më bëj për Allah. Edhe të më kon i rregullt për shkak marrëveshjes me Allahun. Ama edhe ti duhesh më kon i vëmendshëm edhe i kujdesshëm. S'mundesh ti me kërkuar për hoxhës punë, e hoxha mos më kujdes askush për te. E këto janë rregullat tjetër të vëllezër, që xhamati i pleq i kanë ditë edhe i kanë respektuar. Xhamati i ri janë hub në këtë muhabet. Nuk e dinë ku e kanë borxhin, ku e kanë obligimin, ku e duhet me tregu respekti. Edhe ku është kontributi i tyre në mirëmbajtjen edhe xhamisë, edhe hoxhës, edhe aktivitetit fetar në përgjithësi. Sidoqoftë, Kurani neve na mëson që të nxisim njëri tjetrin punë të mira. Ashtu siç e bëjmë edhe na në këtë mezhlis. E merr kush e merr, se merr kush e merr. Jeta është e gjatë. Kush e merr edhe zbaton, fiton. Kush e merr edhe se zbaton, humb. Fundit këtë kena me dalë për Allahu xhelal, edhe kena mu llogarit për punët e tona që i kena bën. Edhe gradat tona në xhenet kanë me qenë për shkak të dallimit të punëve tona që kemi bën në dunjë. Kush sa më shumë punë të mira ka bën, më lart ka me qenë. Kush sa më pak punë të mira ka bën, më poshtë ka me qenë. E tash dikush kujton që për shembull është i rregullt namaz, ama mungon te sadakaja. Thot këtë punë se marrin vesh për mua njerëzit, edhe unë jap shumë pak. Po kjo punë s'është me njerëz, o vëllazë. S'ka lidhje ti, si e llogarin njeriu tas hoxhës si e llogarin. Ti Rabbul Alamin ai e din. Ai e din. Nuk shehën punë të mira. Një ditë një vëlla më tha, këto postime që i bën në WhatsApp, tash me këtë mundësinë e re me i bë share, se ne shkruaj emrin tan aty, thash punë e madhe. Pse Allahu nuk e di se çka kemi bën na. Pse ka nevojë njerëzit me ditë. Po ti e thëni fjalë mirë, çite s'është mundësi me çit emrin tan aty. Te Allahu gjithsej është regjistruar. Sup. Edhe andaj edhe atë që na mendojmë kur një vepër të mirë nuk e bëjmë, edhe nga shkaku se është vepër e fshet, nuk merret vesh, a kena bë, s'kena bë, ti mos kujto që kemi mashtruar muslimanët. Se s'ke dhënë parë ku kanë dhënë këtë. Se s'u ka marrë vesh. Se ti Allahu se ne mashtron. Andaj vazhdimisht na themi vetvetes fillimisht pas të tjerëve, kjo fe ndërtohet mbi sinqeritet. Para Allahut nuk fshehet asgjë. Ti mundesh sa dush me i mashtruar njerëzit, ama te Allahu çdo gjë është e qartë. Andaj për shembull kur thot Allahu xhelal wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara, dhe çohen të devotshmit grupe për në xhenet, kjo është një përshkrim kuranor që të nxit ty me bëu vepra që çe për xhenet. E kush që ka në xhenet, nëse je pushtetar ti je i drejtë. Si musliman ti je i mëshirshëm dhe i kujdesshëm ndaj muslimanëve të tjerë. Si musliman ti je i ndershëm, mos ta zgjash dorën për gjërat kota. E nëse ki këto cilësi, atëherë jep atyre që shkon në xhenet, edhe kjo metodë duhet me qenë e pranishme vazhdimisht e na që me nxit njerëzit me ajete kuranore, me hadithe pejgamberike, që me i shtu veprat e mira, me ngrit pozitën e tyre te Allahu xhelal, me jetu jetë të kashme të mirë këtë botë, dhe pastaj me fitu edhe xhenetin inshallah taala në ahiret. Me këtë mësim edhe këshill përfunduam shërimin e këtyre këtë haditheve dhe përfunduam këto 4 hadithe në këtë kapitull, që me lejen dhe ndihmën e Allahut xhelal kalojmë te kapitulli i ri, i cili normalisht nga urtësia dhe teoria e Imam Neveviut rahimahullah e ka ndërlidh me këtë kapitull paraprake. Nëse tash kemi folur për vlerën e pushtetarit të drejtë, tash flasim për respektin e pushtetarit të drejtë.
Se ai pushtetar nëse është i drejtë, edhe shoqëria se ndëgjon se respekton, atëherë çka ka mundësi me bëj? Po, ajo është vazhdon. Ai ka obligim me qenë i drejtë, shoqëria ka obligim me ndëgju. Edhe atëherë shoqëria zhvillohet edhe ecë përpara inshallah taala. Ky kapitull i ka 11 hadithe, do të thotë ka më na shku më gjatë, po alhamdulillah s'është më nësi sa zgjat, më nësi është sa mësojmë edhe përfitojmë na, e sa prej kësaj që mësojmë e zbatojmë në jetën tonë. Allahu na udhëzoft e na drejtoft të gjithëve. Allahu na dhash dije të dobishme dhe vepra të mira, na dhash sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë mezhlis të khairit për me mësu këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun e madhëshëm me na bashku me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në xhenet e Firdaus. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala Muhammedin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.